Edhe pse ka mos e 2 muaj që uji është larguar nga zonat e përmbytura të Nën Shkodrës, banorët po vuajnë pasojat e rënda të kësaj katastrofe. Një ndër zonat më problematike që u përmbyt ishte edhe fshati Mushan i komunës së Dajçit. Banorët shprehen se dëmet janë kolosale dhe se është tepër e vështirë që t'i rikthehen jetës normale, ndërkohë që janë skeptik për mënyrën se si janë verifikuar dëmet. Sipas tyre, komisionet e verifikimit në terren nuk e kanë kryer detyrën siç duhet, duke shënuar vetëm dëmet në banesa dhe jo në gjën e gjallë, bimë dekorative dhe koncentratin për bagtit. Për Jonxhe nuk ka qenë grupe verifikimit. Për Kotec të Llamuçit nuk ka qenë. Për Fari Jonxhet, për betonjere, për pompë shavatimit nuk ka qenë. Nuk janë verifikuar se janë cena, janë gjona shumë që kanë shku. Janë gjona shumë. Na si familje kena shumë vështirë, kena shku komplet në zero. Ndërkaq jashtë kamerave burime zyrtare nga prefektura e Shkodrës bëjnë të ditur se procesi i verifikimit të banesave pritet të përfundojë brenda kësaj jave.